Një javë pas takimit të parë Berisha Rama për çështjen e presidentit, sërish kreu i LSI-s Ilir Meta bën thirrje për një takim tjetër mes dy rivalëve politik. Në një komunikim me mediat, kryetari i LSI-s Meta ka theksuar se një takim i nivelit më të lartë do të ndihmonte zgjedhjen e një presidenti konsensual në raundin e 4. Theksoj rëndësinë edhe të një takimi tjetër të nivelit më të lartë të zotit Berisha dhe të zotit Rama, një format që ata të gjykojnë të arsyeshëm edhe të pranueshëm deri ditën e nesërme, në mënyrë që gjatë tyre 40 orëve të arrijmë një konsensus, i cili natyrisht që nuk do të jetë i lehtë, por që nuk është i pamundur. Duke folur për emrin konsensual, Meta ka përjashtuar sërish kandidaturat politike, të cilat sipas tij e bëjnë të vështirë arritjen e kompromisit me Partinë Socialiste. Nuk janë përjashtuar emrat politik për arsye të paragjykimeve ndaj politikanëve të caktuar, absolutisht. Por është bërë një përpjekje për emra dhe profile të cilat mund të gjenin më lehtë konsensusin, pasi e theksoj që Shqipëria ka politikanë dhe politikane që mund të realizojnë shumë mirë detyrën e presidentit të Republikës, por konflikti politik që kemi patur sidomos gjatë viteve të fundit e ka bërë të vështirë gjetjen e konsensusit për emra politik. Por nëse kjo gjë do të ishte e mundur, përse jo, megjithatë do të tentohet ajo që është më e rëndësishme për emra sa më konsensuale. Sipas Metës, dita e diel duhet të jetë një ditë negociatash me opozitën, pasi më parë mazhuranca të përcaktojë qëndrimin e saj.